Gjykata e lartë ka ndryshuar masën e sigurisë për ish-drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj, duke e kaluar nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje. Ajo do të duhet të paraqitet 2 herë në muaj pranë policisë gjyqësore dhe nuk lejohet të largohet nga Shqipëria pa autorizim gjykate. Për të bashkëpandehurit, Erion Ismaili dhe Gëzim Hoxha, gjykata ka lënë në fuqi masat e mëparshme të sigurisë. SPAK po heton një dosje të gjerë që lidhet me tendera publik në Akshi, ku dyshohet për shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit dhe përfshirje në grup të strukturuar kriminal. Akuza kryesore ndaj Karçanaj janë shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera, grupi strukturuar kriminal, kryerje veprash nga organizat kriminale. Persona të përfshirë në hetim janë Mirlinda Karçanaj, ish-drejtoreshe Akshit, detyrim paraqitje. Hava Delibashi, ish-zëvendës drejtoreshe, liruar nga arresti i shtëpisë. Erion Ismaili, zëvendës drejtori policisë së Tiranës, pezulluar nga detyra, dhe biznesmen të ndryshëm të lidhur me tendera publik. Në këtë hetim, prokuroria e posaçme dyshon për manipulim të tenderave publik, konkurrencë të paligjshme, veprim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.